Unë mendoj se shëndeti mendor është një sfidë në vete, globalisht, sidomos pas pandemisë, e dim gjithë se ankthi edhe frika janë, unë tham, smundjet e dekadës, edhe pse nuk janë smundje, mirë po simptome. Kështu që sa i përket shqiptarëve në Gjermani, unë pasi punoj me klientin, domethënë në Gjermani e kam shqiptare, kam vendosur edhe vet. Unë nuk e shoh një dallim shumë të madh, domethënë ndaj popullsisë gjermane, përkundrazi. Mirë po, nëse e bëj dallimin për gjeneratës së parë, domethënë në gjenerata e dytë jam unë, tash në gjenerata e tretë vajzat e mia, vret një dallim për arsye se gjenerata e parë kam pas sfidë mbijetese. Gjenerata e dytë kam pas sfidë të identitetit, tham në atë mënyrë, ndërsa gjenerata e tretë tashti ka një sfidë të kuptimit, domethënë për arsye se jetojnë midis dy botra, midis dy kulturave, edhe është pak ma e vështirë. Mirëpo, unë kur punoj me gjeneratën e tretë, gjithmonë mundohem që këtë ta shoh si resurse, domethënë m'ja jep atë ndjenjen që jetojnë midis dy kulturave, domethënë kanë mundësi rriten midis dy kulturave edhe të zgjedhin, domethënë të pranojnë identitetin e tyre dhe të jenë me shumë krenari shqiptar. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe që e shoh për çdo ditë në rinin tonë, e shohim edhe ne përditshmërinë që kemi një rini në diasporë të mrekullueshme, të cilët target e kanë Kosovën, kanë filluar tash edhe të shoqëria atyre me promovu Kosovën, Shqipërinë, domethënë vendet shqipfolse, kështu që unë nuk shoh dallim shumë të madh përpos mallit edhe përpos sfidës që mërgjimtari mbetet jetim as në vendin ku ka lind, as në vendin ku jeton, është një farë jetimi me prind gjallë, me thonë në atë mënyrë, ose që ka thonë një madhe Ismail Kadari ndjes post mërgata ose mërgimi është një plagë që nuk shërohet kurrë, kështu që ne ndoshta jemi pasuru materialisht, mirë po shpirtërisht jemi të varfëruar, secili mërgjimtar që jeton pa marrë parasysh kudo në diasporë është shpirtërisht i varfëruar. E këtu e shoh mangësinë, domethënë mos me thonë mangësi, mirë po kjo është një sfidë që nuk të i kalohet në kurrë, përderisa jeton në mërgat. Përndryshe, shëndetin mendor tek shqiptarët në diasporë, po flas në Gjermani respektivisht me klientit me të cilët unë punoj, e ka një psikologji shumë stabile, shumë të fortë, shumë të qëndrueshme, edhe pse tash ka fillu, domethënë stigma në vërtet, stigma ndaj shëndetit mendor, tek ne si popull, si shoqëri, edhe në diasporë ka fillu pak mu zbe, domethënë ato qarjet e para, plasaritit e parave që kanë fillu, shihen, kështu që kërkojnë sa më shpesh ndihmë te profesionist, edhe e shoh një përmirësim, me thonë.